kur përmendëm për personalitet të mëdha të asaj anë harrum me thonë për të madhin Ali Demaj, po. një nga themeluesi i Unikombit. Veprimtarët, pasaj pjesë e pandashme UÇK-s e gjithë ato që ka bërë për vendin. Kështu që është kënaqësi sot edhe Shaqa dhe Sami edhe shumë shok nga Vitia, bashkëtarët me që i vizitojmë tash një kohë pak para pak ditë kemi qenë të mysafir në kullën e Shaqet me shumë bashkëtarë e shok, vizita dhe shoqatave. Vend historik kur aty popullata civile ka gjetë strehim, bashkëtarët kanë gjetën vend qëndrim. Kështu që po tam është kënaqësia, në Kosovës i kemi kështu shok. E vërtet, bravo. Kryetar, para se me kalu në tema serioze pak na shtaguxojmë të se tash po të shoh burr më mirë se s'po të më herët, ha? Të kështu ma jeshëm se sa që ku menu se daj ma kanë lini vish në pjesë ta posha. Edhe e di që sa herë vish në emision tamë në thamë është mirë më të posë shok o burr. Kam qef më të posë shok. Nashta e di besoj. Po thua? Ti s'lën lloç o burr. Tash rën asfalt edhe, ha? Dërë të kitë në herë për kryetarën, se sot e s'kena orë me po shumë humor, po se kam qore pak pa. Anim se jo. Po. A kalujme një temë edhe kjo temë është mjaftë e vështirë, është gjykata Hogës, që i përbollë dhe te, dhe fatmirësisht ke dalë faqerbardh. Urojmë edhe ata që janë Hogë, ish presidenti Hashim Thaçi, ish kryetori Kadri Veseli, Baca Jakop, Cali, Recep Selimi, gjithë ata. Urojmë shumë shpejt më u liru, inshallah në 2025, ç'tu po thuaj. Amen. Amen. Edhe Hysnia po gjithë. Po. Janë po është fatkesisht numri vish po rritet atje. Padili, sigurisht. Unë kisha pas qef me dalë të një moment që nuk e besoj që i ke thonë diku nëpër media është ekskluzive, sonte takimi yt me Vojislav Sheshilin në Hogë. Jeta është e çuditshme. Kur shkon në Hogë kam qenë 32 vjet. Ato kom pas krejë në shtetit e Serbisë. Prej Miloševićit, Milutinovićit, Jovica Stanishevit, shefin e udhëve. Po, shefin e udhëve, po. Për njëshme me shefin e udhëves, Stanishevit nuk kam qëndru në Hagë 2 vjet. Në një katë. Çdo ditë na kom bashkë. Deri sa im liru prej Hagë. Po. Edhe Shesheli ka qenë një katë tjetër, përveç me Miloševićit që s'kam planu me komuniku, me këta tjetë kam komuniku normalisht. Aty me ka rasni me komuniku. Që që dhe Sheshelin po. Qka të ka thonë dhe qka i ke thonë ti? Takimi parë me ta, kur a fut në atë veni ku kemi qëndru në një për saloni, pe qënë dorën për vjetë dhe për përshëndet me mbjemen. Përshëndet e lime. Edhe erë tha banë me ta në dorën të shpuma. Ta dorën për du me ta uru fitoren ta. Urime tha fitoren. Tha shpënderit. E fitu ta luftën. Po kur e shumë durët, ma bënë ta ma. Tha, kjo tha prekosisht. Na apet kena mu këthy. Aj pun tëtë. Tha është bima dorën ti mu tash. Tha është bima dorën. Tha është edhe me ta bëj për haj që tash nëse këthejnë e herë. Nëse e populli jam lejon edhe herë mu këthy ju atje, nëse meritojnë me qenë të lirë. Edhe ka pason që ka me pi kafe në Berish. Ako një deklarat e ti e fanë shumë në pej, me një të binë pejës, gojnë e lukët në natë e tetën. Në Berish ka pason ka marrë me pi kafe dhe vek. Simbolikisht, me shkatru. Po, me shkatru, po. Baza tonë atje të UÇK-s, dhe kam se sirë dhe në Berish, të kom prit në Berish. Me pasar në Berish, s'ka pas nevojë, ashtu ishe të farë maltretimet, ashtu ishe asë në Haga, si që s'kishe shku. E ke më në vete, ma mje me pasar që atë në Berish e kishe kry këtë punë, se sot ashtë një pleçni me orë në Hagë. Tha jo, tha po dalë jam unë, tha kom pas për deklarat, s'ja kom mojë ta kënena, tha për në për Kamaran, tha për më shku, tha në Prizren, Shtërpës, Frizaj, më këthy Prishtin. Si më këthy, tha, këtë rrugën me prej grykës a Pushniku. Ka pas lajdaj... Po të ka thonë një fjallë që është mjaftë e ronë për... Ato ka shumë gjëra që janë thonë, ka shumë gjëra që i kanë thonë ata, nëse s'ka bëjt ka thonë ty të ka shumë gjëra që i di, e ka shumë gjëra që kur si kom thonë.
e që më kanë E thonë. çka konkretisht thonë po kam dëshirë me bon. Ka thonë Shesheli nëse s'gaboj që mu më kam pru tot, aty të kam pru tot. Domthonë 1 metër. Atë tani ka lloj lafe që ashtu. Që atje kur ti gjithë ditën bisedon lloj lafe. A është e vërtetë kjo kryetar që ka thonë po? Po bre, çka sa fol atë, çka sa fol. Po, i takuar nëse s'gaboj edhe me një shqiptar në Haug. Gjatë vizitave. Po kanë kanë vizituar njerëz të ndryshëm. Në fakt ai që ka më shqiptari, neve në atë kohë përveç që populli kur s'na ka sa kujdes për ne. Populli, edhe në ndihma financiare edhe në vizita private në s'kena pas kur shtetin ka shteti. As familjet tona, as avokatët, as pagesat, na kanë si jetim atje. As nim shteti se kemi pas në Kosovë. Nga shteti. Po populli, prej pensionerit e drejt të punëtorit që ky popull tur edhe jashtë na kanë ndihmuar atje, kanë ndihmuar familjet tona. Për shembull, familja jeme prej ditës parë deri në fund ka qëndruar në familjes Sahit Racit, e një burrit Fatmir Namonit prej Gosivarit. Familjet tona kanë jetuar në familjet e gërbëxhive tona atje. Ata janë kujdes për familjet tona. Kur fandime s'kemi fal. Jo sikur sot që ndryshe këta fatmirësisht e kanë një ndihmë tjetër në atë kohë praktikisht. As kush më na vizitu përveç popullit, qytetarëve. Për shembull, serbi kanë ardhur ambasadorat, kanë ardhur drejtues, familjet e tyre kanë paguar biletat, shteti ju kanë dhënë ndihma financiare, ju kanë paguar avokatat, ne jemi kanë sikur jetima, kur kërkush s'ka ka ardhur me na pa në atë kohë. Hiç kërkush. E çaj shqiptarë që erdhën të vizitu? Si ndodh dhe çka të tha? Ai, erë njëri më pa, po rrim edhe ish nervozu edhe që ashtu edhe po më the ta ju lash pak ndihmë pare. Neve në ato kontinume, se linë kontinume. Thash, a betorit njëra, po. A dhe tha që kam sova, tha, dikon të tha 100.000 euro, 200.000 euro me të shëviqin në kënd, tha, e kish prej shqiptarëve. Pare që kanë qu. Me të shëviqin e kanë gjallë. Ne atëherë njerëzit kanë thonë para në kënd të, në kanë orë. Të mund të ka thonë ai shqiptarë? Miloševiqi, dikon të 200.000 euro pare ka pasin nga shqiptarët që kanë qu pare sa ka Kjo është e rëndo. Me mështetë. Ka punuar aty kryetar, po? Me siguri. Nuk po fut në më të tjesë, se s'po du me... Për njeri që, dhe më thënë, njeri që i kish informatat e sakta, ose që i ka pa, që ka kalu shumë sa në përmes ti. Patrisisht. Kjo është e rëndo. Patrisisht. Çka... Jo, së është rëndo, është përfash një realitetit. Po, të disa njerëzve. Ka shumë që... Çka do të duhet, realisht, çka po pret pas gjykimit të ish-presidentit Thaçi, apo pret lirimin e tij tash me ardhen e Donald Trumpit në pushtet, që e kanë pak a shumë të njëjtën situatë me Jack Smithin?